Teatri Petro Marko ka shënuar 63 vjetorin e krijimit, një përvjetor që rikthen çdo vit kujtesën artistike të qytetit, historinë e skenës vlonjate dhe vazhdimsinë e saj. Në këtë edicion, teatri ka vendosur në qendër të vëmendjes portretizimin e artistëve ndër vite. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtori i teatrit Artur Dhamo përcjell detaje të kremtimit të këtij 63 vjetori, ku disa prej personaliteteve që kanë kontribuar ndjeshëm në jetën artistike të Vlorës janë nderuar me titullin e veçantë Mirënjohje e qytetit të Vlorës, ndërsa e pranishme dhe kryetaria e Bashkisë Vlorë, Bruna Mersini. Ne përpiqemi që çdo vit të mos ta neglizhojmë përvjetorin e teatrit, sepse në një farë mënyrë përveç se është kujtesë, është realitet dhe është vazhdimsi. Si vjet, gjetëm një format në këtë 63 vjetor, në bashkëpunim me Shkollën Artistike, kursin e pikturës, Studion Runa, Art Galeri, Qendrën Kulturore të Fëmijëve, kursi i pikturës dhe piktor të qytetit. Menduam që të jetëzonim në një farë mënyrë në skicat dhe në pikturat e tyre portretet e artistëve ndër vite. Kjo ishte pjesa e parë. Pastaj kaluam në pjesën ceremoniale, ku për fat me vëmendjen e kryetares së bashkisë, edhe me propozim të Teatrit Petro Marko, u bën disa vlerësime për disa figura me titullin Mirënjohje e qytetit. Për drejtorin Dhamo, viti i fundit ka sjell disa premiera të reja nga trupa e varietes dhe aktorë të rinj, ndërsa puna vazhdon paralelisht dhe me projekte të tjera artistik që synojnë zgjerimin e repertorit. Teatri është në punë, ne jemi duke aktivizuar 2 premiera, është pikërisht trupa e varietes me prezencën dhe me pjesëmarrjen ekskluzive të 2 parodistëve, Afrim Agalliu dhe Agroramu, trupës varietes dhe jo vetëm, por dhe aktorë të rinj, që brenda muajit dhjetor do të dalim me premierën e varietes. Njëkohësisht, pjesëtarët të trupës së teatrit janë bërë pjesë e një projekti bashkëpunues me Bashkinë e Fierit, Bashkinë e Tiranës, ku do të kemi një koproduksion të 3 qyteteve dhe pikërisht dhjetori do të jetë momenti që del dhe kjo premier. Pra në një farë mënyrë jemi, po themi, jo në kuptimin e planit, por jemi në një moment që trupat, më thënë, po angazhohen dhe dalin me projekte. Ndërsa 2026 do të ketë një tjetër vizion, brenda dhjetorit ne do të shpallim njoftimin për të paraqitur regjisor, producent, dramaturg, projektet e tyre pranë Teatrit Petro Marko, dhe do të jetë bordi artistik, i cili shumë shpejt do të miratohet edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, bashkë me statutin edhe rregulloren e Teatrit Petro Marko. Dhe shpresoj dhe uroj që 2026 do të na gjejë me një kalendar të plotësuar gjithvjetor, me premiera që të tentojnë suksesin dhe të afrojnë publikun Teatrit Petro Marko. Viti 2026 do ta gjejë Teatrin Petro Marko me një kalendar të plot vjetor, premierash dhe aktivitetesh sipas kreut të institucionit më të lartë kulturor në qytet, të cilat synojnë të afrojnë më shumë publikun me skenën vlonjate dhe të forcojnë rolin e institucionit në jetën kulturore të qytetit.